për ju që harxhoni kohën tuaj në Instagram edhe në TikTok. Njihet si shitsi më i famshëm i Instagramit dhe shet makina të shtrenjta, huaj, ku di unë shtëpi, nuk e di se çfarë tjetër. Është 33 vjeç dhe është hera e parë që vjen në një format televiziv. Pëlqen sfidat, por edhe makinat edhe huajt, patjetër. Shohim pak se ku ndodhet Flori. Oh, Flori dhe kali i tij. Tani Flori, ky është hamshor, çfarë quhet ky kali? Ky është hamshor frizon. Hamshor frizon. Një ndër kuajt më të bukur në botë. A, ma bëj pak si në TikTok, aha? Çuna, përshëndetje. Përshëndetje. Shitet kali. Përshëndetje Ledion. Përshëndetje produksioni. Dgjoj Flori. Urdhë. E di kush i ka shumë qef hamshorët këto kuajt e racës? Pelat. Jo, Arber Hajdari, qa Pela, thot. Pela, thot. Mire ka. Jo, Arbri ka pasion, por, do me thënë, thjesht i shikon të Exploreri, se s'ka... Ja, do t'i bëjmë i gjiro. Po, jo, shitja pak. Bëj si kur do e blej. Arbri. Jepi. Je gati. Çuna, përshëndetje. Shitet kal frizon. 1.65 i lartë. Kal shumë i bukur. 1.65 i hipën t'ja. I edukuar mbi gjitha. I edukuar, pa tjetër, a i po rri aty në studio. Si shduket. I pastër, po. Si po shkëlqen kali, mendoj se shkëlqej dhon. Yes. O Flora, ke emocione? Shumë, me thënë realitetin. Shiko, se ti në ato videot e tua të TikTokut, duket sikur s'ke emocione fare, po ja dhe kali na e bëri me bereqeta të studion, i pastër, po... Jo, mirë, na duhet. Na e prishim atë. Shansë. Ishte përsyu në keq. Ishte, po. Normalisht edhe ky ka emocione. Edhe ai ka emocione, më patjetër. Sepse është një vend që se njeh. Po, patjetër. I ke ndikur në një çik banorët? Deri diku. Me kë beson se do lidhesh më shumë, të paktën nga saj sa i ke parë? Ideja është që shokë e miq kam boll jashtë, mrena është lojë. Mrena vetëm armiq do me të. Okej, atëre, si quhet kali? Kali quhet Princi. Se kuptova se ka shumë duar të Princi. A, Princi, sa emër i bukur. Atëre, Princi rri vetëm aty nëse futesh ti brenda? Edhe rrin. Thuaj të rri aty, se fusim dot atë, s'kemi mikrofon, pa jo për gjë. Rri këtu, ha? Tash na prishim abedin, na bën meme në ditë parë, po. Ja, pa tash i pa meme, na rrov që jemi në TikTok, plako. Vetëm për këtë arsye nuk ishte i sjellshëm, për gjithë është i sjellshëm. Princi rri aty ti, se iku Flori hyn në Big Brother. A i mirë? Mirë si rizjeta. Mirë se erdhe. Flori. Mirë. Përshëndetje. Mirë. Jeni lodhë? Të pak më. Si jeni dha? Lodhë. Si dugeni? Mirë. Faleminderit, mirë si rizjeta. A shion do t'i marrë. Nga mrejti. Si t'gallaj, mirë lodhë. Si dukesh? E jeni mirë? Rike, si e? Si ka lodhë, Flori? Si e? Qa botë, Flori? Si jeni? Flori. Flori. Me gjithë. Flori. Flori. Qa bona? Flori. Ti të dhash një herë? A, ka shumë për të takuar Flori, nuk e faj. Mirë si gjitha. I lirë e një Florin ma. Unë nuk një live, ma. Kush është më i famshëm në TikTok, ti apo ai? Flori. Flori është më i famshëm. Unë sa mi TikTok-u, vla. Unë am i popullit. Nëse lajmi mirë është që do rihapet TikTok-u këto kohë, kështu që çuna vënçes me meme këtë periudhë. Na grin me VPN-n, prandaj. Po, dëgjoj, më jep Ergys një plan të madh të living?
Çuna, shitet living në Big Brother? Me çfarë ka brenda? Okej. Ndërkohë, dua të flasim pak tani për një raport maj më maj aty brenda, edhe pse direkt reagon mirë, sa the maj më maj, nuk e di pse e kupton, e nuhat që ai është pjesë e diskutimit.